Ke pas ndonjëherë periudha kur gjithçka shkon keq, njëherësh? Shëndeti lëkundet. Puna nuk ecën. Marrëdhëniet tensionohen. Humbet energjin pa shkak. Shqiptarët e kanë një fjalë për këtë, mësyshi. Dhe shumë njerëz, edhe musliman, nuk e dinë se Islami jo vetëm që e pranon ekzistencën e mësyshit, por na ka dhënë edhe mbrojtjen më të fuqishme kundër tij. Sot do të flasim për dy gjëra: çfarë është mësyshi sipas Islamit dhe si një fjalë e vetme që shumë prej nesh e themi pa e kuptuar, mund të na mbrojë, të na hapë riskun dhe të na pastrojë nga çdo gjë negative. Ajo fjalë është astagfirullah. Qëndro deri në fund, sepse do të kuptosh pse kjo fjalë është shumë më e fuqishme se sa mendon. Bismillah. Mirë se erdhe, nëse je i ri këtu, ky kanal është për shqiptarët që duan ta kuptojnë Islamin thjesht, pa fjalë të ndërlikuara në gjuhën tonë të përditshme. Abonohu dhe ndaje me dikë që i duhet kjo. Mësyshi, e vërteta që shumë nuk e dinë. Hajde me filluj qartë, mësyshi nuk është mit. Nuk është bestytni. Nuk është diçka që e kanë shpik gjyshet tona. Profeti vet ka thënë, hadithi sakt në Muslim, e lajnu hakun, syri i keq është i vërtetë. Dhe kashtu, nëse do të kishte diçka që të paraprinte kaderin, do të ishte syri i keq. Pra Islami e konfirmon, mësyshi ekziston. Mund të vi edhe nga njerëz që të duan, edhe pa dashje. Mund të vi nga zilia, nga admirimi i tepruar, nga vështrimi i fortë pa thënë mashallah. Por ja çka nuk na mëson askush, mësyshi nuk është vetëm shikimi i dikujt tjetër mbi ty sipas dietarëve, zemra jone ndotur nga mëkatet na bën edhe më vulnerabël ndaj tij. Një zemër e pastër, e mbrojtur me dhikër, është si një mur, mësyshi nuk i ngjitet lehtë. Dhe kjo na çon direkt tek tema e sotme. Çfarë është astagfirullah? Shumë prej nesh e themi astagfirullah si një shprehje kur habitemi, kur dikush thot diçka të keqe, kur shohim diçka të gabuar. Por pak e din çfarë do të thotë realisht. Astagfirullah vjen nga rënja arabe gëhërfër, që do të thotë të mbulosh, të mbrosh, të ruash. Kur thua astagfirullah, po i thua Allahut, o Allah, mbuloj mëkatet e mia, mbroje zemrën time, ruaje jetën time. Nuk është thjesht më fal. Është një kërkesë për mbulesë nga mëkatet, nga pasojat e tyre dhe nga çdo gjë negative që mund të vijë si rezultat i tyre. Dhe kjo lidhje mes mëkateve të papastruara dhe vulnerabilitetit ndaj mësyshit dhe negativitetit është çelësi i gjithë videos së sotme. Si lidhet astagfirullah me mbrojtjen nga mësyshi? Dietarët islam, veçanërisht Ibn Qayyim el-Jauziyje, kanë shpjeguar diçka shumë të rëndësishme: mësyshi, si çdo sprov tjetër, vepron me lejen e Allahut. Dhe sa më larg të jesh nga Allahu, sa më e ndotur të jetë zemra nga mëkatet, aq më lehtë hyn negativiteti në jetën tënde. Ai e krahasoi zemrën me një enë. Nëse ena është e pastër, ajo tërheq mirësinë. Nëse ena është e ndotur, edhe begatit që Allahu dëshiron t'i jap nuk qëndrojnë, rrjedhin jashtë. Astagfirullah është pastruesi i asaj ene. Kur e thua me zemër 100 herë në ditë, mëkatet mbulohen dhe lahen, zemra zbuten dhe hapet mbrojtja shpirtërore, forcohet mësyshi dhe negativiteti gjen më pak vend për të hyrë. Kjo nuk është thjesht teori. Profeti vet, njeriu me mbrojtjen më të madhe shpirtërore në histori, bënte astagfirullah 100 herë çdo ditë. Dhe ai nuk e bënte nga nevoja, e bënte si shembull për ne. Përfitimet konkrete të astagfirullahut. Hajde me i pa benefitet një nga një, me dëshmi nga Kurani dhe Suneti. 1. Hap riskun. Allahu thot në Kuran, Surja Nuh, ajetet 10-12, Nuh a.s. i tha popullit të tij: kërkojini faljet Zotit tuaj, ai është falës i madh. Do t'ju dërgoj shi me bollëk, do t'ju shtoj pasurinë dhe fëmijët, do t'ju bëj kopshte dhe lumej. Ibn Abbasi ka thënë, kush e ndjen riskun e bllokuar, le ta shtoj astagfirullahun. Jo të punoj më shumë, le të bëj më shumë istighfar. 2. Largon shqetësimet dhe hap rrugdalje. Profeti ka thënë, hadithi e Ebu Daudit, kush bën istighfar rregullisht, Allahu i jep lehtësi nga çdo shqetësim, rrugdalje nga çdo vështirësi dhe e furnizon nga ku nuk e pret. 3 gjëra njëherësh: lehtësi, rrugdalje, furnizim i papritur. 3. Pastron zemrën nga ndikimi i mësyshit. Profeti ka shpjeguar se çdo mëkat lë një pikë të zezë në zemër. Me istighfar, ajo pikë pastrohet. Zemra e pastër është e mbrojtur, mësyshi, negativiteti dhe energjia e keqe nuk gjejnë vend të qëndrojnë. 4. Sjell mëshirën e Allahut mbi ty. Allahu thot në Kuran, Surja El-Enfal,
Allahu nuk do t'i ndëshkonte ata ndërkohë që ata kërkojnë falje. Istighfari është mbrojtje kolektive. Kur ti bën astaghfirullah, nuk mbron vetëm veten, kontribuon në mbrojtjen e familjes dhe bashkësisë tënde. Si ta bësh në mënyrën e duhur? Nuk mjafton ta thuash me gojë si zakon. Ja si ta bësh me efekt të vërtet, thuaje me kuptim para se të fillosh, thuaj vetes, po i kërkoj Allahut, krijuesit tim, të mbuloj çdo gjë që kam bërë gabim dhe të më mbroj. Kjo vetdije e ndryshon gjithçka. 100 herë në ditë, merr 3-4 minuta pas sabahut ose pas yatsis. Në makinë, duke gatuar, me tesbih ose me telefon, ka aplikacione falas për numërim. 100 herë astaghfirullah zgjatë 3-4 minuta. S'ke justifikim. Shtoje se idul istighfarin ky është zotëria e istighfareve, një dua e plotë që profeti e rekomandoi një herë në mëngjes dhe një herë në mbrëmje. Kërko se idul istighfar në YouTube ose Google, mëso përmendësh, është e shkurtër. Kombinoje me ajetet e mbrojtjes për mbrojtje nga msyshi specifikisht, lexo ajetin e Kursis pas çdo namazi dhe suren El Felek dhe En Nas çdo mëngjes e mbrëmje. Këto janë buroja shpirtërore, astaghfirullah është pastruesi i brendshëm. Bashk janë kombinimi më i fuqishëm. Pra ja çfarë kemi mësuar sot, mësyshi është i vërtet, Islami e konfirmon. Por mbrojtja më e fuqishme nuk është thjesht të lexosh ajete kur të ndihesh keq. Është të mbash zemrën e pastër çdo ditë me astaghfirullah, me pendim, me lidhje të vazhdueshme me Allahun. Fillo sonte. 100 herë astaghfirullah. 7 ditë radhazi. Dhe vëre çfarë ndryshon në jetën tënde. Lëre një koment poshtë, a ke pas ndonjëherë një periudhë ku ke ndjekur se diçka nuk shkon dhe si e ke kapërcyer? Ndaje këtë video me familjen dhe miq, është sadaka xharie për ty dhe abonohu nëse nuk e ke bërë ende. Çdo javë kemi përmbajtje si kjo në shqip për ju. Jazakallahu hajran. Esselamu aleikum.